Përshëndetje, shikues nderuar, jemi sërish në minutat e emisionit Poetikum. Personazhet që kanë marrë pjesë në emisionin Poetikum kanë qenë të larmishëm dhe gjithë secili me elementet e vet përbërës të veçantë. Për ditën e sotme do të udhëtojmë jo vetëm në vargjet poetike, por gjithashtu edhe në një gjini shumë të veçantë, siç është ajo e prozës poetike, një gjini e cila është lëvruar pak dhe sigurisht tek ajo ndeshim vështirësinë e suksesit. Por ja që kjo gjini është lëvruar këtu në Fier, pikërisht nga një autore. Sot në studio do të jemi me poeten, prozatoren, publicisten edhe studiuesen Aurora Damini. Aurora, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në studion e emisionit Poetikum. Mirëmbrëma Gent, është vërtet kënaqësi që të flasësh për minuta të tëra, për atë që është më brillante, më e bukur, më e veçantë. Epitetet do të ishin të pafundta, por gjithsesi shumë të varfra për atë që meriton emrin poezi. Aurora, e shikoj që jeni emocionuar dhe është e pranueshme që gjatë vargjeve poetike, gjatë udhëtimit në për fjalën, atje ku është dhe tharmi një shpirti njerëzor të vërtet, njeriu të emocionohet, por nuk duhet t'ju ngacmoj së tepërmi. Kam dëshirë të di kush është Aurora.